unë do e bëj çmosin, aq. Por si njeri, kur mos mendo se jam i keq. Si lojtar, si jam unë? Lojtar i rrezikshëm. I kam terrorizuar tan ditën, dhe tani vllai më tha jepi çik muzikë. Çka ke pse mërzit? Pse mërzit më dëmesh, mos mërzit, sem të tarë për lojë. Se du fort. Break it. Mos mërzit, please. Break it nuk e vetëm, o break it. Stop me përresha dhe ti ma tash. Stop dhe ti ma tash, mos rritu mba mu është, prej të pinë në një rejtë. Stop një motra, që ke? Kjo është një lojë që ka të vetë, unë çdo ditë 10 minuta dhe një orë mendoj për me hik nga ky vend. Ti them vetes jo, s'du, se ky është vendi që unë kam marrë për me ndryshu jetën e familjes teme. Unë qëllimin tem nuk e humb kur, sa do kesh ti unë me publikun e me banorët, nuk dorëzohem kur. Edhe ti, kur, sa ti është gjallë, se dorëzon nga qëllimet e tua. Kjo lojë është për të zhvilluar në vetveten tonë, durimin tonë dhe në patience, pra në qetësinë tonë. Ti nuk je vetëm këtë lojë, unë nuk le kur vetëm këtë lojë. Unë jam gjithmonë me drejtën. Kupton? Pik. Unë të vlerësoj si njeri ty para çdo gjë e para se si një lojtar. Se si jam afruar me ty, jam afruar njësoj si jam afruar me Joelën, ka afruar vetë koha. Jo arsye që ti më ke dalë zotës në gjahë. Ti mos u mërzit. Për çdo gjë, se s'mund të pyesim për çfarë mërzitesh e gjanash. E di veti. Të lutem, mos u mërzit, mos qaj, unë këtu nuk le për mu dëmtu fare nga askush. Se kjo është dinamikat e lojës. Sa do njerëzit më thojnë mu, ajo i bën për vëmendje, ajo i bën për kështu, nuk më intereson mu, se kështu ma ndjen zemra. Zemra mu ma ndjen që ti je një njeri mirë dhe unë sa t'jem këtu, do të kem mbështetjen, do të mbështes, pikë. Që s'po të bezdis mua.